Mustafa Nano, i njohur ndër miq, po jo vetëm ndër miq edhe si Muçi. Tani ta fillojmë pak me emrin. Të bezdis emri, jo, po e shoh kot, nuk i kam shënuar këtu, po di e kam marrë emri Mustafa. Të ka dhënë ndonjëherë ndonjë lloj bezdije, po themi, ke dashur të kesh një emër tjetër? Po, ka dhënë gjithmonë bezdije, edhe më ka dhënë jetën bezdije në kontekste të ndryshme. Në kohën kur unë isha, le të themi, 7 vjeç, 9 vjeç, 10 e mosha, kur njeriu fillon të kuptojë gjërat, fillon të perceptojë botën në një çik. Edhe unë isha rrethuar nga njerëz, nga moshatarë të mi që kishin emra që quheshin modern, Edmond, Albert, Arben, më e keqja mund të ishte Fatos, si emra shumë përdor, Ilir, emra të tillë, edhe me emër të vjetër isha vetëm unë dhe një miku im, që unë e kam akoma mik edhe sot, që ishte emri Riza. Ai nuk e vuan shumë të gjë, unë e kam vuajtur. Pra, në atë kontekst unë e kam vuajtur për shkak të, le të themi, të perceptimit të fëmijës mbi emrat modern. Mustafa nuk rezultonte, dhe Mustafa ishte emri i babai i gjyshit tim. Edhe bukur ishte se gjyshi im sapo kishte vdekur, unë lidha mbasi vdi gjyshi. Është një koincidencë, gati budallaqe, sepse nëna ime kishte planifikuar për mua emrin Fatos. Unë do isha Fatos Nano, Fatos Nano. Madje nëna ime insistoi deri në fund, po pastaj gjyshja që jetonte me ne, gjyshja këmbë nguli dhe tha jo, sepse edhe babain tim e ka quajtur Mustafa, edhe burrin tim Mustafa, dhe burri sapo ka vdekur, e filloi të bënte oi, edhe babai tha, hajde mos ja prish. A mendon se do të kishte ndihmuar ta kishe emrin Fatos Nano, të ishe një Fatos Nano tjetër, të dy të njohur, secili sigurisht në lëmin e vet. Fatos në rrethanat që unë zbulova posteriori, që ishte një Fatos Nano, që pastaj u bë edhe njëri i rëndësishëm i vendit, nuk do doja ta kisha emrin Fatos. Po të kisha një emër tjetër po. Edhe mund duket budallaqe ta thuash që njeriu është ashtu si është edhe për shkak të emrit. Unë po ta kisha emrin Fatos ose Edmond ose nuk e di, Baram apo Mikel. Unë nuk do isha ky që jam. Ose të paktën jo 100% ky që jam. Pra ka fat tek emri. Po emri të krijon ty shërben si një vehicle. Për të komunikuar me pjesën e të botës, ti shef reagimet e para mbi bazë të emrit. Edhe sot unë kur prezantohem edhe në Perëndim kur jam me njerëz që quhen Mustafa, sapo thua emrin Mustafa, ti krijon një lloj impakti. Shumica e njerëzve nuk e kanë problem me Perëndim. Por ka të tjerë që Mustafa, se nuk lidhen dot pamjen time që unë jam pamje. Nuk dukesh si një Mustafa. Po, nuk dukesh. Eksakt. Plus Mustafa sot asociohet edhe ti ke shumë kamikaze që quhen Mustafa. Po. Sot është konteksti çik, le themi më rëndues për mua. Edhe unë edhe sot do ta ndroj emrin, po ka një ligj nuk e të ka shkuar në mend për ta ndruar më parë? Po, më parë. Po pse sa bëre? Nuk e di, mua gjithë miqtë e mi, nga që unë e dinin që shikoj, nga që e dinin, le të themi, raportin tim me emrin, mua nuk më ka thirrë asnjëherë Mustafa, më ka thirrë Muçi, një pjesë, por unë mua më ka thirrë Edi. Që shikoj, se ne që kishim emra të vjetër, ne fillon të adoptonim në një emër modern, si thua. Me veti, pra me shokësh. Po, kur kam qenë 12 vjeç, zgjoha Edi, bile unë i kam vënë emrin, çunit tim i ka vënë emrin Edi, emri që kisha vet. Edi Nano. Edi Nano, po, çuni. Po shiko tani është pak e çuditshme, Fatos Nano mund të kishte qenë, pastaj u bëre Edi Nano, ndërkohë që Edi Rama është aty ai që është. Kështu që unë jam marrë fakt me emrin tim te një stand-up komedi që kam bërë. Edhe kam shpjeguar raportin tim me emrin. Sigurisht që them unë mund lëndoj në një musliman, sepse Mustafa është emër shumë i rëndësishëm për botën islame. Çfarë do të thonë Mustafa po për kthehej? Mustafa do të thonë njëri i zgjedhur. I zgjedhur. Chosen one. Edhe ka qenë edhe, si thua, një emër alternative për Muhamedit vetë, për profetin. Kështu që mund të ketë musliman të thotë, ma ky tani
si do ndrojë dhe emër. Nuk do ta dinë ata që unë kam këtë marrëdhënie kam, më duan të jemi sinqert, ja po a them. Marrëdhënia ime me emrin tim është marrëdhënie problematike, nuk e kam zgjitur akoma. Ti ke marrëdhënien tënde me emër, po ke një marrëdhënie koklavitur edhe me muslimanët që sapo përmende. Stand-upet e tua, shkrimet e tua, deklaratat e tua kanë zgjuar shpesh revolt. Po gjej një fjalë që zemrim mund të jetë, revolt mund të jetë, pakënaqësi mund të jetë. Pakënaqësi. Ti nuk e ke bërë, po të flas me ti Muçi. Sigurisht. Ti nuk e ke bërë këtë se ke dashur të provokosh. Ti e ke bërë këtë se ke dashur të shprehesh veten. Njerëzit provokojnë apo kur zgjedhin një temë që nuk është fare për diskutim, ose që s'ka të bëjë fare me kontekstin apo me realitetin. Edhe mund të thonë njerëzit, po çfarë pati më çfarë e solli këtë temë, këtë çështje, që as nuk e ka shtruar njëri, as nuk e diskuton njëri, po Islami është çështje që diskutohet gjithë botën. Kështu që këtu s'ka provokim. Muç nano thjesht po jep opinionin e vet lidhur me një çështje për të cilën po diskutohet kudo. Edhe unë për të korrigjuar, unë nuk kam asgjë sepse bëhet nga tres vazhdimisht lera. Pa kemi Islamin. Ka me Islamin, nuk ka jo lidhje me muslimanizmin. Ka shumë njerëz, unë po të bazohesha kështu si thua të çiftoja njerëzit me ideologjinë ku besojnë, ne s'do të takoheshim bashkë. Unë s'kam punë me njerëzit, unë kam punë me ideologjitë. Ka ndonjë fe që të pëlqen më shumë tjera apo i urren të gjitha në mënyrë jo diskriminuese? Nuk i urrej as Islami, nuk e urrej, po jam kritik, jam shumë kritik, jam veçanërisht kritik ndaj Islamit. Nëse do më thoje, nuk e di, në një vështrim krahasimor, krishterimi me Islamin, unë ndihem kulturalisht i krishterë. Unë nuk jam besimtar, unë krishterimin e quaj si fe, si doktrinë e quaj absurde, si quaj edhe Islamin. Por unë mendoj që qytetërimi perëndimor i sotëm, që unë e dua shumë, dhe që e konsideroj një nga gjërat më të rëndësishme që ka prodhuar ndonjëherë humaniteti, është i bazuar në një masë të konsiderueshme të krishterimi. Fjala vjen, janë një numër vlerësh, monogamia është e krishterë. Tani e kanë marrë një pjesë e madhe botës islame, e kanë adoptuar edhe ata si vlerë. Po është e krishterë. Ose sekularizmi, laicizmi është i krishterë. Dhe bazohet tek fraza që ka thënë Jezu Krishti, që ka thënë dikujt që hodhi monedhën. Çfarë bëjmë tani me këtë? Monedha kishte fotografinë e perandorit romak. Edhe Cezarit, ai tha, ç'është e Cezarit, i jep Cezarit. Ishte fjala për taksën. Ç'është e Zotit? Ç'është e Zotit, jepja Zotit. Edhe me kjo frazë, mbi këtë frazë është ngritur, le themi, vlera e madhe, apo kultura e madhe, apo praktika e madhe e sekularizmit në botë, ndarja e kishës nga shteti. Çfarë është e Zotit, është e Zotit. Çfarë është e perandorit, është e perandorit. Ose të drejtat e njeriut. Drejtat e njeriut e kanë burimin të një fraze që thuhet në Testamentin e Vjetër, njeriu, Zoti e bëri njeriun mbi bazën e imazhit të vet. Pra çdo njeri që është mbi faqe të dheut, është njësoj, le themi, në sytë e Zotit është i njëjtë me personin tjetër. Pavarësisht nga ngjyra, pavarësisht nga etnia, pavarësisht nga çdo gjë tjetër. Kjo ka krijuar konceptin e drejtave të njeriut. A ndihe kjo në Zvicër, se dua ta lidh me këtë që tha për humanitetin e themi krishtërimit, dhe me faktin që ti ke qenë një ambasador çuditërisht jetë shkurtër në një vend ku unë të mendoj aty si dikush që do bie në paqe, pra do lexoje, do shkruaje, do bëja ato gjërat e tua. Çfarë ndodhi që e preve shkurt kërthizën e marrëdhënies me ambasador realitetin? Nuk ka lidhje me Zvicrën, sigurisht. Zvicra është një vend shumë i bukur. Unë do kisha qejf jetoj atje në Zvicër, por jo si ambasador. Lela, unë bëra një gabim të madh, është një nga dy gabimet e mëdha të jetës time. Të dytin nuk do të them. Cili është i pari? I pari ky është bro. Që shkove ambasador, që pranove... Ky është dytin në radhë në kronologjike. Edhe po është një nga dy gabimet e mëdha të jetës time, që u bëra ambasador, që e kërkova vetë. Po pse e kërkova? U lodha shumë me vende, jam akoma i lodhur. U lodha, kam një marrëdhënie jo fort mirë me vendin tim, edhe me shoqërinë së cilës i përkas.
Gati nuk gjej pika takimi, nuk arrit të identifikohem. Është një shoqëri, ja dhe këtu mund lëndosh njerëz, do të thotë është temë shumë delikate. Po është një shoqëri me prapambetur në terma kulturore, prishur në terma moral, është një shoqëri ku është të them unë, nëse secili prej nesh, përfshirë dhe mua, nëse shef komshin që ndryshon stil jetese dhe është pasuruar overnight, askush nuk shqetësohet. Madje mund ta shohim me simpati, duke imagjinuar, duke përfituar që ai komshia thon sa shkatët ka gjetur në kontrabandë, ku di jam, është një tutor fermash. Edhe këtu për njerëz të tillë, unë kam vënë që shumica e njerëzve ka një lloj konsiderate, një lloj respekti. Tani unë vetë, edhe ti besoj, nuk kemi në fazën që kemi konsiderat për këta. Por ne nuk është në rrethana të tilla do merrim telefonin policinë do i thoshim që policia, ky komshia im ka 2 ditë që ka qenë pa punë, pa gjë prej gjëje, edhe tani po e shoh me një alamet makine, edhe është vesh shumë bukur, do të bëni verifikim. Po ta bësh të gjë je spioni ndyrë me standardin shqiptar. Po ta bësh në Zvicër, ti bën një detyrë qytetare. Po kjo është e shtriur, nuk se po them një episod, kupton? Është një problem tjetër që unë s'dua ta kaloj dhe do të mundohem ta mbaj larg politizimit bisedës për arsye që të dy i dim, po në Zvicër kur e merr policin, je duke marr policin. Është tek pra problemi është i dyfisht. Këtu mund të jesh duke marrë edhe një bashkëpunëtor të komshiut që është pasuruar. Nuk është vetëm kjo. Dëgjoj, këtu ishin paracakosh ishin sa universitete që jepnin diploma me lekë. Ne e dinim që të gjithë, ti e dije, unë e dije, ne nuk shqetësohemi Lela. Ne e dinim njerëz tanë merren diploma atje. Edhe me ato diploma futeshin punë shteti. Ne e dinim këtë gjë. Pra ka sa dua shembuj që mund ta ilustroj në këtë që unë them. Po mirë, që të mos tingëllosh kundrathënës. Tani kur Shqipëria të zgjon këto parahati, iken në Zvicër. Se nuk bëre 4 vjet në Zvicër dhe të rahatoshe përkohësisht. Unë nga me ide, po, edhe me këtë ide, edhe kjo është pjesë, le themi, e planit që kisha, edhe do bëja atë punën atje. Po unë shkova aty dhe unë bëra zbulimin e papritur, që unë nuk isha për atë punë. Edhe unë nuk kërkoj falje që të gjithëve, se është e rënda që bëra unë që lash. Që lash atë punë, nuk lihet, nëse dikush tjetër do ta bënte dhe unë do isha këtu, unë do ta shortoja. Unë do ta shortoja sigurisht. Edhe mua unë heq kapelen se edhe u them faleminderit që të gjithë se nuk më ka qortuar njeri, më kanë kursyer. Po ajo është e rëndë dhe unë kërkoj falje presidentit sepse u përfshin shumë njerëz, e kupton? Mu shkova për një takim në parlament. Takim me grupin parlamentar, me komisionin parlamentar politikës jashtëm. Po pse mendon se nuk e bëje dot? Nuk ishte si ishte për ty. Unë e bëja, edhe siç e bëra, edhe i kam të gjitha cilësitë për ta bërë atë punë. Por unë pa që ishte një botë që lidhe me mua. Edhe unë u gjenda keq, unë u gjenda, le themi, në një zbrasti të madhe në krye të 9 muajve, e thash, ç'është kjo? S'është punë për mua kjo. Do takoj njerëz të cilët ishin sigurisht të respektuar në punën e tyre, por ata donin shumë atë profesion, ata ndjenin kënaqësi, do bëhet sa biseda që unë nuk kisha mësuar, unë nuk kam qive në gjuhë, unë dua të flas gjëra siç e mendoj. Po unë doja të jepja një intervistë diku sepse vinin gazetarë kërkojnë një intervistë për një çështje kosovare, shqiptare, edhe ti duhet merr lejë një zyrtar këtu, edhe i thoshte jo se ne nuk e mendojmë që ti duhet të japësh intervistë. Edhe unë isha pas vetëm time të burgosur. Nuk kisha hapësirë për të shprehur. Po nuk jam mësuar kështu. Edhe unë ose do të çmendesha ose do ta lija, edhe mora vendimin e dytë, e lash. Në mos do më shifen kryet 4 viteve, do vija si idiot i çmendur. Nuk ishte punë për mua, nuk e di se të ka bërë nëse arrin ta përfiturosh. Është një punë që nga jashtë duket të shkëlqyer. Po. Ti ke edhe kushte, ke shtëpi të mirë, ke makinë të mirë, ke 2-3 vartës që janë aty vartë në ambasada ku je, në ambasadë mund të kesh shumë vartës. Po të gjitha këto mua më kalojnë kështu. Tangent, nuk më prekë, nuk më duan. Çfarë bëri përshtypje nga Zvicra? Po për te i asaj rendit, rregullit, pastërtisë, një gjë që mund të ishte edhe. Po nuk është se unë në Zvicrën e kisha parë, dija, edhe nga leximet e njifja.
nuk e të duhet presësh nga unë, kupton, gjëra që thonë njerëzit në vitin 92-93, kur ishim për herë të parë. Kështu që nuk më befasoj, aty Zvicrat befason, por nuk është se këtu unë mësova atje, unë e di. Befason me mënyrën e organizimit politik që ata kanë. Ata janë një shtet multietnik që funksionojnë në mënyrë të përsosur, më mirë se çdo shtet etnik, monoetnik në botë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ata kanë lidhur kontratë. Në momentin që kanë krijuar Zvicrën, këto principatat që ishin përfaqësues të etnive, u takuan bashkë, e lidhën një kontratë. Kupton që do ndërtojmë një vend që të jetë i yni, po kushtet cili do ketë ca detyrime, po do ketë ca drejta. Edhe kjo është fantastike, madje unë nuk e di nëse ata thash ku u takuam. Në fund të luftës së parë botërore ka pas një kanton austriak që për arsye që unë nuk i di, donin të bashkoheshin Zvicrës. Bashkoheshin me pjesën gjermane të Zvicrës. Edhe ata bën një referendum ai kantoni austriak dhe ishte shumica e tyre donin që kjo të ndodhte. Edhe Zvicra u tha, jo, faleminderit, nuk na duheni. I kantoni tërë, ndërkohë që në Ballkan opton për 10 metra tokë, për 10 metra katror tokë mund plasi lufta. Ka ca fytyn. Po. Kështu që pse e bën ata? Ata e bën këtë gjë sepse ata kanë krijuar ca ekuilibra të caktuar brenda, midis pjesës gjermanike, pjesës franceze dhe pjesës italiane. Kanë këto dimensione që kanë, edhe një kanton tjetër austriak, gjermanik, do të zbalanconte pak, do të çonte pjesën gjermanike, le të themi në kuota të tjera më të larta, që ajo dominues aty në terma numerike dhe në terma tjera ekonomike, çfarë duash ti. Por nuk ishte nevoja që të krijojë një zbalancim i mëtejshëm, kupton? Edhe do thonë jo, nuk na duhet. As ti as gjë tjetër, jemi kështu si jemi. Dhe aty ke italian që thonë, po të bëhet luftë midis Italisë dhe Zvicrës, unë do luftoj kundër Italisë. Pra ata identifikohen me vendin e tyre. Kjo është gjëja që bën përshtypje. Shqiptarët, çfarë tani kjo është pyetje pak e gjerë dhe po çfarë mendove për shqiptarët në kontaktet e tua sigurisht. Atje do të pyetësh gjithë Zvicrën, po ndjesia që merrje kur thoje që janë shqiptar, ambasadori i Shqipërisë, profesuesi i Shqipërisë, shqiptarët, roli i tyre. Ishte imazh neutral, pozitiv, negativ? Unë isha në periudhën kur Shqipëria, për Shqipëri po flitej në gazetat e Europës për bumin e turizmit. Pa. Në atë periudhë, po ajo ka qenë periudha. Sepse shumë njerëz më hapin si bisedë, shumë kolegë, ambasadorë. Madje ambasadori e Polonisë, ajo nuk e kuptonte këtë lloj berihaj, këtë lloj reklame që po bëhet Shqipëri, sepse tha, unë kam qenë atje dhe s'm ka pëlqyer fare. Unë bile tha i quaj Shqipërinë, tha, jo të gatshme. Për këtë val turizmi. Për të val turizmi, me herë është një nam që nuk e meritoni. Edhe pyetëm se çfarë ndodhi, nuk se ndodhi ndonjë gjë tha. Po isha që nga trafiku, mënyra se si ecin shqiptarë në trafik, dhe është pak e çuditshme. Edhe unë gjatë gjithë kohës që po shkova në jug, se atje më thanë shkoja në jug. Unë në rrugë kam ecur kështu tha. Gjithë droj. Pastaj nuk kishte shërbime ishin të këqija, kishte zhurma, kishte qenë në plazhe sa ditë, një javë. Kishte zhurma të mëdha. Edhe tha, ishte pis, vendi ishte shumë pis. Gjë që është e vërtetë. Edhe unë nuk e kuptoj. Vetëm po, ke drejt. Por vinë turistat sepse ky është shpjegimi që unë jap, po vinë turistat se shohin sa gjëra të tjera. Nuk e kanë ndjeshmërinë që ka ajo zonja ndaj bidonit plastik në rrugë. Po ata shohin çymet e ulta të ushqimit. Ata shohin diellin, një zviceran fjalë vjen erdhi një orë ime këtu që ndonjë 5-6 ditë. Ajo nuk u befasua sepse i kisha folur unë për Shqipërinë dhe dinda për plera dhe për telat që janë në rrugë, se një zviceran shef telat dhe çuditë, çdo telat çun në rrugë me të spallatave. Ajo i dinë ato gjëra. Edhe mi pa ajo kënaqe nga dielli. Ajo nuk i gëzoi dot diellit, që Zvicra mungon. Pra shohin këto gjëra në mënyra të ndryshme. Pastaj si ambasador, ti ambasador e Shqipërisë.
ti mund t'jesh, le të themi, në termat formimit akademik, shumë herë më lartë se të gjithë, por ti ambasador i Shqipërisë, kur bësh në disa darka që mora pjesë unë, ftonin ambasador të ndryshëm për një darka, le të themi, ku do bizetoj për atë që po ndodhe në linjën e mesme, ishte lufta Izrael-Hamas, sa po kishte filluar, edhe çështje tjera. Neve uleshit të gjithë dhe vendi i ambasadorit të Shqipërisë, jo imi, ishte në fund. Pra, kjo nuk ka lidhje me ndonjë, le të themi, pabesi apo me ndonjë diskriminim negativ që i bëhet Shqipërisë. Jo, po përfaqësoi një shtet të vogël. Një vend të vogël. Kështu që një ambasador nuk ka pse t'u japi peshë këtyre gjërave. Do të përfaqësojë Shqipërinë. Tani, unë kam quajtur këtë podcastin, se derisa se emision. Do të pyes edhe unë çfarë është pas vonë. E ke parasysh filmin ku Bujar Lako, po ta ilustroj, pra për ta shpjeguar me ilustrim, ku Bujar Lako luan klarinetistin, grevën në Kuçov, naftëtarët. Bujar Lako luan klarinetistin e famshëm. Vitin 36. Nuk e mbaj më titullin, me thënë drejtën, po është Bujar Lako, po e ka Kisha Blushi skenar. Mustaqelli, klarinetist bashkë me klarinetistët e tjerë që italianët mundohen të bëjnë disa disë gramafoni me ta. Dhe është një moment kur këta futen tek lokali, një lokal ku bënin muzikë dhe pijen, që vjen një burr që para elektrifikimit që ndiste ato llampat e vajgurit në shtylla. Ai është pas voni. Dhe quhet pas von se del pas të vonit, pra del vonë për të ndriçuar qytetin. Kur qyteti s'kishte as elektricitet dhe as teknologji. Tani i ka të gjitha dhe unë jam vërtet i vonuar duke i gjetë të titull, po më pëlqeu. Tani e thash këtë edhe për të pyetur, ka ndonjë fjalë të shqipes që të pëlqen shumë? Ka shumë fjalë, edhe unë përpiqem edhe i përdorë, edhe në libra dhe ndonjëherë kur flasim, kemi për zakon të mos jemi të kujdesshëm, përdorim edhe terma të huaj fjalë. Unë përpiqem të përdor shumë disa fjalë që janë në shqip edhe nëpërmjet veprimit që bëj unë dua të shpreh pa nevojë për të përdorur një term tjetër. Fjala vjen në anglisht apo në italisht apo në gjuhë tjera, gjuhë europiane, ekziston fjala invadent. Me fjalë me fut hundët në punë që s'përkasin. Në shqip është një fjalë që nuk përdoret, është fjala furatsak. Furatsak, po. Është shumë e bukur. Që është shqipe, që është dhe e bukur. Ose është ne përdorim vend pa vend fjalën violent. Ne kemi një fjalë mujshar që nuk para përdoret, është e njëjta gjë, kupton? Ti mujshar mund të vësoj bilet edhe bullist. Po, përdoret, mund të përdoret. Do të përdorim sa më fjalë tjera ka shumë, do të përdorim sa më shumë ndonjëherë, do të që do javi qytetari edhe përderisa i kemi dhe janë të bukur, mund duhet të bukur, kanë tingëllin të bukur, fjalë edhe mujshar, që është tamam shqiptare, ose edhe furatsak, po edhe shumë fjalë tjera. Këto dy janë vetëm në tani. Po ky përdorimi pa dogan i fjalëve të huaja është smundje e kohës, është shenjë snobizmi, është lehtësi në komunikim, është përfillje e gjuhës tënde, është sëmundje të gjitha gjuhëve, të gjithë popujve, është fitore e zhargonit mbi gjuhën. Unë nuk e kam kompleksin kur flas, unë mendoj se kur flasim duhet jemi të kujdesshëm tani kupton. Po përdorim fjalë shqipe, pas fjalët huaj mirë bëjmë, por kur flas unë nuk kam frena. Nuk e kam atë përkujdesin që kam, por kur shkruaj përpiqem që të jemi kujdesshëm. Kur flasim tani, unë e di që gjuhëtarët janë të ndjeshëm ndaj kësaj gjëje, se ata e kanë ndjeshmërinë më të madhe, gjuhëtarët, që dëgjojnë parlament, nuk e di. Fjalë të huaja, vend fjalëve shqipe. Po në gjuhën e fortë të gjithë na shpëtojnë. Ne themi ato fjalën që na vjen më herë, inshallah e përdor? Inshallah jo. Inshallah kismet nuk e përdor. Pse se përdor kismet? Është fjalë interesante shpak. Pra, ata lëm se po të ngacmoj me qëllim. Do kthesh për atë bisedë? Jo, po të ngacmoj me qëllim se e kam tek struktura, antropologjia e
të menduarit ose edhe të vepruarit shoqëror, pra psikologji, antropologji shoqërore. Pra, ta lëm nesër për intervistën ose për një kafe me kismet. Dhe unë këtë nuk kuptoj, sepse ne o e lëm ose lëm, pse duhet të fusim një shpresë. Jo, kismet ka një natyrë fatalistike, që është në doktrinën islame. Ti asnjëherë nuk e di se çfarë mund ndodhi deri nesër me ty. Se ne të gjithë jemi kështu, jemi, le të themi, jemi në mëshirë të Zotit. Ajo që është, e kupton, ajo që është në mëshirë të Zotit, ne takimin mund ta lëm, nëse pastaj Zoti ka vendosur të mos e bëjmë takimin. Po takë ne mund të bijmë dakord ta mbajmë të takimin, ta marrë mira. Edhe ai që thotë Kosmet, ai takimin e ka lënë, e la takimin, po e la. Do ta bëjmë ne Kosmet. Kam përshtypjen që është edhe kjo gjë e tjetër që po mdoli në një gjë më e mirë. You know what, fuck you, po të përdorim një fjalë tjetër të kuaj. Kam përshtypjen që është për shumë kjo. Jo, s'është kjo, jo. Jo, ka këtë na. Po mdoli, nuk e besoj që është vetëm ky fatalizmi i të kërkuarit të Zotit në çdo veprim. Kam përshtypjen që është po mdoli në një gjë më e mirë, për të kthyer prapë. Ndoshta shihemi. Për të kthyer prapë te Islami, është islamike kjo, nuk me fjalësh me këtë fatalizmin islamik. Që është Zoti që na ka në dorë që të gjithëve, edhe ne po bëjmë dakord për të bërë një gjë, por Kosmet, sepse nuk e di më deri nesër. Edhe po mua unë nuk e përdor sepse nuk më pëlqen, sepse ja nuk më pëlqen fatalizmi, nuk e se kam gjë ndonjë gjë me Islamin. Po ja nuk më vlerë që s'pëlqen. Më kujtohet një libër që kam lexuar i Edmondo de Amicis për Stambollin. Është për këtu në Shqip? Po, është në Shqip. Unë kam lexuar një herë, dhe kam lexuar italisht. Edhe ishte italian. Ai ka qenë në Stamboll në fillim të shekullit, shkoi për herë të parë, ndodhi një 2-3 javë, ndoshta çik më shumë. Edhe kishte një dispozicion të mirë, si vizitor. Përpiqet ta shkarkonte vetëm para gjykimesh lidhur me botën islame, vite nga perëndimi. Po ishte vëzhgues shumë i mirë. Edhe ai ka një frazë fantastike, ai përpiqet të përshkruajë një botë që ishte e ndryshme. Ai nuk jep konsiderata morale për botën. Thjesht thoshte që ishte ndryshme. Fjala vjen, një nga gjërat e ndryshme është edhe thoshte kështu, ne në perëndim, ne pushimin e quajmë ndërprerje të punës. Ndërsa këtu punën e quajnë ndërprerje të pushimit. Kjo është një nga mënyrat më fantastike. E kam lexuar, por nuk më kujtoj, kjo është nga shumë e bukur. Është një nga mënyrat më fantastike për të thuar, për dhënë një karakteristikë që ndan botën si me thik. Po ja pra, edhe shumë e rëndësishme. Dakord jam, edhe kjo që tash me kismet është nuk ka të bëjë me Zotin, është kjo, pra unë po fus këtë për masën e qylit në mes, ose të një gjëje që po më shkoj për osh, po ma ka ënda, unë të takimin tënd e lë si ndoshta, që po më doli diçka tjetër, bëja të tjetrën. Nëse jo vi bëj këtë takimin me ty, ose kafen, ose punën, ose... Ka përshtypjen që të gjitha, të dyja bashkë këto lidhen. Tani me që jemi prapë te Stambolli dhe tek Islami. Ben Blushit i ke lexuar ndonjë libër? Ose ja ke lexuar këtë libër në fundit Jam musliman? Nuk i kam lexuar ndonjë gjë Ben Blushit, më thënë edhe Lela. Në Shqip unë lexoj një 4-5 autorë. Të cilët janë? Edhe Ben Blushit nuk bën pjesë, ndoshta gabimisht. Ardian Vebiu. Aurel Plasari. Dhe një 2 tjerë, mos më lart të them që të gjithë se pastaj më krijon një paganesiva mua pse s'më the. Dua dhe kjo dysha që lash pas thënë. Ti je të gjithë ata që ndrojnë të jenë. Shiko, unë takova Bujar Hudrin në djera si shtiva një kafe, që është botu si kaderes, po boton edhe librat e Blushit pas një debati. Po kaloj ose nuk dua ta bëj. Po më tha një gjë që edhe më habit dhe s'më habit, nuk më bën xheloz sigurisht. E pyet duke ditur zhurmën që kanë bërë librat e Blushit. Edhe ai ishte i majqepsur, po shtoj unë, po ishte i befasuar shumë. Tha ka shitur 8.000 kopje, që është një numër goxha i lartë për 8.000 kopje në 2 muaj. Këto se vetë shihim shumë. Suksesin në pra një sukses tregtar i çmueshëm. Tani se çfarë ka pas kësaj, a është teknologjia e Blushit, a është stili i tij etj, por
është kjo që është, e solla për të thënë që a është ky kontroversialiteti që të ndihmon me bo edhe tregun, pra botoj një libër kundër muslimanëve, bëj ca kritika kundër muslimanëve, etj dhe kam një vend në treg me anë të kësaj kundërthënies. Se besoj se Blushi dhe suksesi ka pasur që fillim me libra që s'ka pas bërë me islamin, me ndonjë libër, nuk e di çfarë libri ka pasur një fillimisht. Shiko. Apo ka pas bërë me islamin, nuk e di. E ka lëvruar gjithmonë, ka atë për Voskopojën, pra gjithmonë ka shkuar tek këto temat e fesë dhe të kundërthënies, të kontroversialitetit. Se edhe ka një për Voskopojën, po themi qytetin e zhdukur të Voskopojës dhe përplasjen e muslimanëve me ortodoksët, që është një variant i jam musliman, por i mëhershëm në histori, ka edhe Shqipërinë. Nuk e di, unë të pjesa e islamit unë e kam lexuar një gjë që ai shkruan nëpër rrjetet sociale. Edhe nuk më rezultojnë që njeh islamin, Blushi. Blushi është njëri që ka ca shqetësime lidhur me islamin, e shqetësojnë gratë e mbuluara, e shqetësojnë fjala kësmet, fjala ndoshta. E shqetësojnë disa gjëra që të gjithë mund t'i shohin. Mund ta shqetësojë fanatizmi, që bota islame ka, sidomos në këtë moment ka shumë theksuar. Dhe nga këto gjëra, mbi bazën e këtyre shqetësimeve që janë të drejta, ai jep mendimet e veta, por nuk më rezulton që ai njeh islamin. Me fjalë në të gjitha gjërat që thot, nuk ka asgjë që të bëjë ty të mendosh që ky e njeh islamin. Ky thjesht shpreh disa shqetësime që mund të shprehë kushdo. Sepse kushdo i shef, fjala vjen dikush që është shqetësuar nga ezani, që dëgohet. Ç'pun ka me ezanin? Po ky lloj shqetësimi nuk ka të bëjë me nuk demonstron njohje të doktrinës. Jo, ai e bën si shkrimtar, nuk e bën, pra ai e bën nga përmasa shoqërore e fesë, nuk e bën nga përmasa doktrinare, se nuk është studim dhe s'është qëllimi i tij, po shkrimtari ka si qëllim ndër të tjera që të marrë disa sentimente shoqërore dhe ti pastaj ti paraqes në letërsi me shqetësimet e Blushit janë të mia ato, kur vjen puna te Islami. Po shqetësimet e mia i bazohen edhe tek njohja le të themi e doktrinës, e fesë, jam thelluar që nuk është të thënë që të thellohet gjithë, jam dakord edhe me ato shqetësime, më vjen shumë mirë që ka njerëz të tillë si Blushi që i shpreh. Po thjesht bëj bashkimin tim që më rezulton që Islami nuk e njeh. Ka në Kosovë një strukturë, njësi, se s'di çfarë ta quaj, po quhet Lëvizja për Rikthim. Ka shkruar edhe New York Times një shkrim ku trajtonte këtë, po themi, përvojën ose dëshirën ose vendimin e një pjesë të popullatës muslimane të Kosovës për të kthyer në atë që ata e konsiderojnë si fen e të parëve, pra në katolicizëm. Ke dëgjuar për ta? Po, kam dëgjuar. Mendon se kjo është një ide që është rrezikshme? Po jo, më rrezikshme s'është fare, është ashtu si ka njerëz që kthehen në Islam. Unë njoh njerëz që janë këtu në Islam, nga tradita krishtere këtu në Islam. Edhe këtë gjë po e bëjnë ata, po e bëjnë fshatse, si thuaç. Që nuk shoh asnjë rrezik. Vetëm ka muslimanë që është një ide e mirë? Nuk e di, nuk jam gjendë të besoj moralitetin e lëvizjes, po si lëvizja nuk shqetëson. Me vetë këto kam parë në Facebook muslimanë që opton, ç'a keni? Mësoni me faktin që tjerë do të bëjnë gjë që ka qef. Çdo gjë ke. Është interesante se çfarë bën fshati filan. Edhe këtu dalim te një le të themi një problem që ka Islami, besimtarët. Kupton? Acarohen, ka cëndishmëri acarohen, kur ose gëzojnë shumë, filan futbollist është bërë musliman. Kupton? Ose filani foli kundër Islamit. Shkërthata. Filloi shqetësimi. Po pse mendon se është kjo? Kur në numra, numerikisht janë më shumë. Zakonisht zemrimi, po, sidomos në Kosovë. Zakonisht zemrimi është i pakicave. Pse në këtë rast është i shumicës? Ata janë muslimanë, janë shumicë. Por jo vetëm sot, po edhe historikisht në Shqipëri,
mendojnë ata që nuk kanë marrë përgjegjësi sa duhet në përputhje me fuqinë numerike që kanë. Nuk janë begenistë sa duhet. Pra, fuqia numerike që kanë nuk është përkthyer në pushtet dhe në influencë. Madje ata kanë ndjerë edhe për buzi, siç e ndjen sot, edhe shpesh edhe me vend. Shpresoj që jo nga mua, se unë thjesht them, bësa kritika që i bëjnë në bona fide, në mirëbesim. Edhe ata si duket mendojnë që ky vend na takon ne, por ne se kemi pas asnjëherë. Se që nga rilinje këtë vend e kanë pas, rilinjen e bën jo muslimanët, përgjithsisht. Edhe frashëllit që ishin të tradisë muslimane, po ata ishin perëndimor. Edhe nuk ka prova që kanë qenë besimtarë të thekur. Edhe frashëllit. Unë një gjë ka që më ngre nervat, po me gjithmonë tek këta. Unë nuk i quaj musliman, jam me atë tezën tënde që janë islamik, nuk janë musliman. Kjo është Skënderbeu. Pra një padurim i disa rretheve ndërta me Skënderbeun dhe që ata janë gati ta quajnë Skënderbeun tradhtarin, pushtuesin, legenin. Ka disa qarqe, se ka dhe muslimanë që s'në Pra kjo, nuk jam duke thënë gjithë, pra ka disa qarqe, thash, pra nuk janë muslimanët, janë disa qarqe që janë tek islamikët, pra po themi tek një lloj islami agresiv dhe politik. Dhe këtë nuk e kuptoj në fakt. Pse heroi kombëtar i vendit tënd, që të përfaqëson në një farë mënyrë edhe me ato dy jarin me dy botësin e fes, i konvertuar, pastaj i rikthyer në krishterën, nuk e kuptoj se çfarë do të thënë kjo në ato mendje që ju thot diçka, dhe jo vetëm kaq, po se ti mund të kesh disa gjëra në mendje, por racionaliteti është mos ja thuash botës. Irracionalja këtu për mua është kur ata vendosin t'ia thonë botës që ky Skënderbeu, heroi kombëtar i pranuar deri më dje i shqiptarëve, me fakte, me kronologji, jo i shpikur, pra Skënderbeu i historisë dhe më pak ai i legjendës, të mos pranohet në favor të Sultan Muratit, Sultan Bajazitit, ku t'i gjohën Karamamut. Nuk më pëlqen kjo gjë, sepse unë bile në një stand-up që kam bërë, mesazhi kryesor kjo ka qenë. Është kombi i pari, pastaj vjen besimi. Ka është diskutueshme kjo që them, në planin filozofik, në planin le të them teorik. Kjo është e diskutueshme. Po unë këtë le të themi këtë renditje do bëja. Kombi të parë, besimin fetar të dytën. Po ka disa muslimanë që besimin për cilët besimi fetar është shumë i rëndësishëm, dhe kombi nuk është asgjë. Madje ata kanë doktrinë. Për ata më e afërt për një musliman shqiptar, më e afërt është një musliman pakistanez, sesa një qafir si puna ime, jam shqiptar gjithashtu apo një krishterë. Po them interpretimi i doktrinës, nëse bëhet literalisht. Edhe ka shumë njerëz me këta, ka njerëz që në Facebook ka njerëz që thonë çajin për Erdoganin, çajin për Palestinën. Edhe pra për çështje që sigurisht edhe mund qahet, po fillimisht do të qash për punët tua. Kështu që unë muslimanët do të thoya këtë, jo, ata me drejt kërkojnë që të kenë një zë më të lartë, në këto punë dhe vendit tonë, të kenë një zë. Mirë po krahas përgjegjësisë që kërkojnë, ata duhet të mbajnë edhe përgjegjësi për shoqërinë, pse kështu? Sepse ata janë shumica, nëse shoqëria është kështu, muslimanët kanë përgjegjësi më të madhe, nëse është keq, nëse bjem dakord që punët janë keq. Çdo gjë në terma politik, në terma moral, në terma çfarë duash. Nëse punët janë keq, keni përgjegjësi më të madhe keni ju. Pra nuk është drejtë ti të kërkosh, të vajtosh faktin që nuk ke marrë ai sa numrat ta imponojnë, po ndërkohë që nuk marrë as përgjegjësi për pse vendi është kështu cop. Që mendoj unë, t'ju japim një kredit, pse? Muslimanëve. Pra i ndaj edhe një herë muslimanë nga islamikët, sepse flitet shumë një nga vlera që ne shesim, propagandojmë dhe e shesim në tregun e madh të shqiptarisë, është toleranca fetare. Mendoj unë, dhe po kërkoj dhe mendimin tënd.
toleranca ka ardhur nga se shumica e lejon tolerancën ose bën të mundur tolerancën. Dakord, po edhe bëra mirë që pra edhe këtë kredit unë mendoj që muslimanëve, po unë nuk e shoh rrezikun asesi tek feja dhe tek muslimanët. E shoh tek ai një lloj shift ose kalimi që mund të bëj muslimani në islamik. Pra në këtë qëllimin e Sultan Muratin në vend të Skënderbeut. Ku digjon një dervish filanin në vend të Gonxha Bojaxhiut të Emerat. Këtu unë pastaj e quaj atë kalimin që dëmton tolerancën, dëmton muslimanin, dëmton katolikun, dëmton Shqipërinë dhe dëmton shqiptarin. A ka mendon që ka ndonjë rrezik që të ndodhë kjo, pra të ketë një shpërsim të toneve fetare, pavarësisht se nga vin, nga cila anë? Unë mendoj që nëse ka pas një mirëkuptim fetar në Shqipëri, kjo i dedikohet vetëm, le të themi, një lloj hapje që kanë pasur edhe muslimanët, po edhe tjerë. Po jam dakord me ty, muslimanët marrin merit më të madh sepse janë shumica. Edhe po kjo ka të bëjë me faktin që besimi fetar i tyre nuk ka qenë i fortë. Se në momentin që besimi fetar është i fortë, jo vetëm te muslimanët, por edhe te krishterët. Unë nuk besoj që ti mund të kesh harmoni. Sepse janë dy fe, po të marrim të dyja, janë fe që nëse është vërtet njëra, nuk është tjetra. Të dyja nuk mund të qëndrojnë. Madje Islami vetë ka lind si një fe antikristiane. Thelbin e krishterimit, që për mua janë dy tre gjëra, një që Jezu Krishti u kryqëzua për mëkatet e njerëzisë, dy që ai është biri i Zotit, e tre që ai u ringjall. Këto janë thelbin e krishterimit. Që të treja këto në Kur'an hidhen poshtë, quhen rrena, quhen poshtërsina. Poshtërsia është një term që po përdoron, po hidhen poshtë e qortohen. Tani edhe kjo është një nga motivet pse unë jam i zemëruar me muslimanët. Që ata fyrjen ndaj krishterëve e kanë në librin e tyre të shenjtë. Edhe unë nuk shoh krishterë që të lëndohen. Nësa po të thuash një gjë për gratë e mbuluara, pse la lëndon? Është një asimetri që mua ma heq pedlën. Por insistoj që këtu, nëse ne do të shqetësohemi, nëse shohim që si thua fanatizmi fetar fiton terren. Në të gjitha drejtimet, nëse fiton terren, dihet që luftën civile e kanë prag. Nuk ka pas mirëkuptim fetar sepse nuk e kanë qarë kokën për fen. Që nga gjithë vizitorët e huaj që kanë ardhur, që nga fillimi i shekullit 19, kur erdhën për herë të parë, kur filloi revolucioni grek, ai ishte sebebi i parë, edhe serb më veri, po për grekët, se për serbët nuk i çante kokën njëri tjetër. Edhe që të gjithë një nga gjërat e para që vinin re ishte që këta shqiptarë janë ndryshe. Ndryshim nga grekët, ndryshim nga kombet e tjera, krishtera. Këta nuk e çajnë kokën për fen. Është vëzhgim i përgjithshëm. Po, me këtë bazë është vetëm mirëkuptimi fetar. Dhe unë prandaj e solla të pikën që mendoj që është e rëndësishme, që ka qenë fal, duhet ky është i kredit që ja japim, ka qenë fal muslimanëve se kanë qenë shumicë. Pra ka qenë toleranca e shumicës që ka mundësuar këtë që ne e mbajmë si ndër vlerat e vendit. Zgjodh shumë Islamin? Pak po, shkon vetë. Më kujtohet Ervin Hatibi ka pas Ervin Hatibi që është i poet shumë i mirë, po edhe një eseist shumë i mirë. Mua më pëlqen, pavarësisht. Pra kalimit të tij nga njeriu i po themi i gjërave psikedelike, te psikedelikët futen dhe drograt, ka ikur dhe me sa di unë është në Turqi, është konvertuar në një musliman të devotshëm, por vazhdon të ketë një penë brillante. Nëse dikur shkruante Çalma të Bosch, se bëj një debat në këtë linja, por me sigurisht me kontekst pak a shumë të ndryshëm, bëj edhe në fillim të vitit 2000 dhe një shkrim
i Hatibit në përgjigje të gjithë atyre që ngrinin shqetësimin e një rreziku të fundamentalizmit islamik ishte çalma të bosh të fundamentalizmit islamik. Më kujtohet titulli i shkrimit të tij. Të çalma të bosh. Pra nuk ka çalm, është bosh, rreziku është bosh. Pra nuk ka çalma që do të bëhen fundamentaliste. Janë në kokën e atyre që imagjinojnë këto çalma, ishte pak a shumë. S'ka rrezik. Po ja ku jemi prap ne, e kam edhe te këto, mos jemi duke folur ne për një rrezik që në fakt nuk ekziston, por edhe ndjellim duke thënë se ekziston, mund të jetë edhe. Kjo është një çështje shumë komplekse. Unë nuk dua të fokusoheshin këtu, fakt po hajde. Si kaloj iku. Jo, po duhet të sepse më sollë bisedë e Ervin Hatibi. Nuk kam pas në vitin 2000, Ervin Hatibi ka qenë në Tiranë. Edhe fillimisht më mend që kam debatuar me Ervin Hatibin edhe në shtyp, edhe polemika në shtyp, në shkrime. Edhe në televizion, kemi qenë një të Buklani. Mi po ishte koha kur unë islamin e shifja me kisha shqetësimet e blushit, thjesht shqetësime. Grada mbuluara, ezani ishte në arabisht, edhe gjëra të natyre, kupton? Edhe islamin e shifja si një thellë pranë pa një njohje të thellë të islamit. Pra kam debatuar me Hatibin pa një njohje të thellë të islamin. Edhe unë do doja të debatoja sot me Hatibin, po sot ai ka humbur, nuk është, ka ikur nga qarkullimi. Po edhe unë kam çmuar edhe atëherë, edhe kur bëja polemikën, po si thua, isha i qetë vetë sepse po debatoja me njërin me cilin edhe ja vetëm të debatoja, ishte me tone civile, kishte të pasionin genuin për fenë që sapo kishte filluar vitet 2000, do të ke filluar çik më herët. Edhe kishte lënë edhe mjekrën. Edhe po ishte njëri me cilin mund të bisedoja. Nëse sot unë kam qejf që po të çështje të diskutoj, unë nuk kam qejf të gërsallat vet. Po të çështje, unë dua të debatoj me të tjerë. Ku ti gjesh Hatibët, po edhe nuk mund të jenë të gjithë Ervin Hatib. Edhe këto se do ishte shumë mirë që të ishin pra të kishin këtë talent të diskutojnë në këtë nivel. Dalim nga kjo se Mehdi Ramën kur ke folur për herë të fundit? Më mirë mos flasim për politikë. Se do dilte biseda që balancuar, se ti nuk e ndërmend të pyesësh për Berishin. Do të pyes. Kështu që nuk e kam politike, kam vetëm për kurreshtjen me pasikjes nga posti. Nëse ke folur, s'ke folur, edhe jo koment. Jo, nuk kam folur. Për herë të fundit kam folur kur kam qenë ambasador. Pyetja e fundit politike. Është e fundit me gjithmonë. A mendoni se është realizuar slogani yt i 2013-s që ngjizi, u përsërit, u mor edhe nga kundërshtarët, qarkulloi, përmendet her pas here, e kam fjalën për Aleanca e Qelbësirave. Për mua janë qelbësira gjithandele. Janë sigurisht është realizuar, po unë këtë e thash për të zhdukur sa qelbësira tjera. Kështu që janë qelbësira gjithandej, ky është opinioni im. Më mirë ta mbyllim kaq, prandaj thash. Nuk është mirë që bash flasë për politikë. Çfarë se asnjëri as tjetër s'kemi ndryshuar mendje. Unë mendoj edhe që mendoj për Ramën, ti mendon atë që mendon për Berishin. Unë do të flas për politikë, po do flas me njerëz të tjerë në rrethana të tjera, jo në të podcastit. Mund ta bënim në të ardhmen edhe një debat bashkë. Vetëm për Ramën e Berishin, në të ardhmen, jo tani. Po duhet. Shiko. A e mban mend kur e ke marrë dhe çfarë ke bërë me rrogën e parë? Ç'a ke bler? A të kujtohet? Unë kam rroga që herët, unë edhe kur isha në gjimnaz, pushimet e verës punoja, se kishim nevojë. Jo, rrogë, po themi rrogë në shtet ose rrogë që ti fillove punën e parë edhe morë atë rrogën, ç'a bëre? Morë shokët, pit konjak. Ishte 5 vjeç, besoj që një pjesë të madhe të rrogës ja dhash mamas time, rrogën e parë, sepse jetoja me ata akoma. Edhe kjo ishte një gjë e veçantë, që më në fund po kontribuoja
për familjen, që deri në moment kishte kontribuar për mua. Edhe unë isha inxhinier dhe rrogën e kisha të mirë, ishte rreth 70.000 lekë. Që ishte mirë për kohën. Ishte mirë për kohën. Edhe më mban që kam thënë më tepër se gjysmën më mas time. Ajo më bante, se thua arkën, mbulon financat e familjes. Edhe ishte një moment që moment e veçantë, jo vetëm marrëdhënë me prindërit e mi, po edhe në jetën time, moment e veçantë që unë nga periudha në cilën kisha qenë një parazit, që unë më studioja sigurisht, por nuk fusja gjë në shtëpi, vetëm nxirja. Më në fund, unë po shpërbleja gjithë mundin e prindërit të mi, sepse kam bërë sakrificë, më mbaj më mirë në 3.000 lekë në muaj, kur isha student 5 vjet me radhë. 3.000 lekë në muaj ishin shumë atëherë. Për familje. Ndërkohë që ne ishim 4 fëmijë. Dhe kam bërë sakrificë të mëdha. Pastaj me siguri, nuk e mbaj mend që të kem pirë me shokët edhe të kem festuar, po me siguri e kam bërë. Po s'më keni më ndonjë gjë kështu të veçantë. Ti ke filluar alkool, ke konsumuar herët? Në adoleshencë apo në rini, apo s'ke qenë fare tifoz? Në qytet studenti, kur bëra student, fillova të pije nga i çik. Nga pak, pa nuk është se ishe pije dashje. Në vitin e dytë, shpërtheva, edhe po pija që më shumë, luaj edhe bixhos. Në vitin e dytë e lash fare, pastaj bëra vit sabatik. Dhe ai ka qenë viti kur kam pirë, edhe ka qenë një periudhë kur u ktheva nga emigracioni në vitin e të dy, nga Italia, një 3-4 muaj. Që më kapi, nuk e di që më kapi një delë çuditshëm për të pirë. Dhe mbaj mend Lela që nëna ime u shqetësua, biton atëherë isha edhe martuar, u shqetësua dhe ish gruaja ime, si ka mundësi, se ky spi, se më spia. Edhe nëna ime në një moment merr një rrobë timen, edhe shkonte te një plak aty në qytet, Shorvod, që të hiqte magjinë apo syrin e keq apo çfarë bën. Edhe mi po unë në një moment tani paralelisht në një moment caktuar unë i thirr naturit tim edhe çfarë më çka e çu. Edhe vendosa që stop, nuk do pi më. Mi po do ti që për kohën e kohëve, dimi që mora unë me gjesti që bëri mamaja. E mamaja dhe sot ja u tribon plakës që dinte në fakt yshtje së për këtë nuk i vë fare sepse unë i them dëgjoj, e mora vendimin vet. Mamaja thotë, po pse mora ditë? Pse mora pikërisht atë ditë? Kështu që ka një lloj sugjestioni këtu, domethënë që legjitimon qëndrimin e saj. Nuk e bën me faj për të punë. Unë jam i sigurt që unë e lash sepse vendosa vet. Jo sepse ajo plaka pa kanë atjerë timet pa larë. Ka pas leximet, kur ke filluar të lexosh? Një nga gjërat Lela, unë jam rritur shkapar. Edhe nuk e di pse vazhdimisht flas për shkaparin. Nuk kam parë njerëz tjerë publike të flasin kaq shumë për vendin e tyre të lindjes, as ti, përfshirë edhe ti. Po ndoshta s'duan të ka disa e parë nuk jam Nëse pse mendon se flet ti për shkaparin? Unë mendoj që ajo periudhë kur unë jam rritur shkapar, sidomos nga mosha 10 vjeç deri le të themi vitet 20, 21, 22. Që më vetë një ka numër që të le të themi. Është periudha më e bukur e jetës time. Në provincë, në diktaturë, po unë diktaturën nuk e kuptoj sepse isha djalë i ri, dhe provincën unë nuk e ndjeja sepse unë s'dija çfarë ekzistonte më tutje, kupton. Edhe ishim me miq, me shok, i binim kitarë, këndonim, shkonim në lumë, bënim pikniqe, merrim ndonjë domate, vezë, çfarë gjenim në shtëpi, kupton. Edhe shkonim, edhe rrinim, edhe këndonim, edhe gjuanim goca. Edhe shkolla gjimnazike që qenë element shkolle, ato mësuesit ishin fantastik në terma teknik, them, profesional, se shumë në terma politik, nuk është se më ka dhënë gjë, ishin trush pëlar, si dhe në ishte koha. Por në terma teknik ka dhënë shumë ato mësuesit e gjimnazit. Pastaj gjë më e bukur ka qenë biblioteka e qytetit. Biblioteka publike. Unë nga qenë në shtëpinë time nuk kisha libra, se prindërit e mi nuk ishin dashnor të librave. Kupton? Kisha pak libra.
ndoj libër të Kadares, Dridora Gollit edhe Veprat e Meroxhës ishin atëherë. Edhe unë kisha bibliotekën e qytetit. Edhe shkova atje, edhe merja libra, pastaj ato librarët, ato njerëz që punonin aty u mësuan me praninë time dhe më hapnin derën e bibliotekës, u futesha brenda, edhe i kontrolloja librat me radhë dhe zgjidhja vetë, edhe i shfletoja, e shifja, lexoja edhe aty, ishte edhe salla e leximit. Aty kam lexuar librat e parë, librat e parë që qenë libra për fëmijë, Djemta Rrugës Palë, këto libra të huaj, që më bënin shumë përshtypje, librat e Mark Twainit, Aventurat e Huckleberry Finnit, Tom Sawyerit, edhe libra shqiptar për fëmijë nuk mbaj mend kemi lexuar. Nuk e di a ka pasur, nuk e di pse jo. E ke kap Gaço Bushakun, se ai ka qenë në atë kohë, mendoj Çuku dhe Geko duhet të jetë Bubi Kaçurel, Çufoja dhe Bubi Kaçurel, këto mbajnë mend, pra kanë qenë të nuk e kam lexuar do. Në femërinë time këta kanë qenë. Po themi hitet e librave për fëmijë. Ndërsa me këtë fjalë bën nga libra më të rëndësishëm është ky që sapo thash, Djemta Rrugës Palë, që ka bërë ai hungarezi, Molnar, Ferenc Molnar. Dhe ishte ai flet për ca çuna që ishin mosha ime atëherë, ishin në Budapest. Edhe ai flet për një botë krishterë. Por çuna me sa duket janë njësoj, asaj moshe janë njësoj gjithandej. Edhe ata ai fliste për Danubin, unë kisha Osumin aty, kupton? Edhe më duket, ishte një botë paralele e ngjashme, mund të konsiderohet aty po bëjnë sakrilegj, po bëjnë blasfemi, çka krahasos Skarparin me Budapest. Nuk është ky theli, se nuk ka krahasim. Por bota e fëmijëve ishte e njëjtë, ata luanin me lotra, kupton, dhe kishin një lloj rivaliteti, një lloj krenarie për kacine, ky territori është joni, kupton. Kalon shenja shumë ai libër. Pastaj më mbrapa ai më ka mësuar me letërsika që Ismail Kadareja, kupton. S'kishte kush na mësonte tjetër. Kam lexuar Dimrin e Madh, unë e mbaj në një stok për vite të tëra. Me pasazhe të Dimrit të Madh mund të kemi lexuar me 100 herë. E thoja unë, si ka mundësi ka vatë mëndetu. Me ishte edukatori i parë. Pas vitit 90, unë mendova që do ta vija në diskutim Ismaili, sepse tani Shqipëria u hap, kupton. E vurën në diskutim? Ja, nuk e vura. Me fjalë, ato vlera që ne kemi mbeshur Kadares përpara vitit 90, ai kishte dhe është i vetmi rast ku diktatura nuk e ka tepruar me propagandën. Ose le të themi ka thënë një gjë të vërtetë, një gjë të saktë. Kthehem pak tek ajo që thash për Skënderbeu. Ka megjithatë njerëz muç që kanë me kaq pasion këtë antikadareizmin. Po kjo nga vjen? Ka motive nga më ndryshme. Pra shkëlqimi i tij estetik është sipëror. Suksesi i tij është gjenuin dhe nuk është i blerë. Nuk është si ajo diploma e blerë e universiteteve tona. Nuk është se dikush i ka thënë dikujt futej çik Ismailin Paradh në rangun e shkrimtarëve botëror. E megjithatë, ka shumë kopuk dhe kopukesha në Shqipëri që i shoh rrjeteve sociale është e habitshme. Pa çfarë është? Janë sa që kanë motive të paqortueshme. Edhe nuk po them për njeriu në Kadare. Po kush është tani te Bibla që kush është pa mëkate të hedh tani ti talent nuk ke. Ka dyshime që je edhe ti vetë njeri i mirë. Dhe ti kapesh me dikë për njeriu, për çfarë? Për cilën të me të një është teza, ha. U kam përshtypjen që është pas moralit dhe njeriu të mirë ose të keq, fshihet tundimi ose akti i veprimit për të sulmuar një vlerë estetike që ti ose kupton ose se pranon. Dhe urren o nga mos kuptimi ose nga mos pranimi, pra ti lëbër sy, e urren këtë gjën se është e bukur. Pra, po themi, s'po e them këtë se duket si, ne, se desha të bëj një krahasim me gratë e bukura, po e lash.
E ke parë se çfarë dua të them. Okej, mirë bërë. Si është grua e bukur dhe kur nuk e, si dhe pra me rusht. Po nuk bën së gjë kurva, ta zëm. Paka. Po e zbres për ta. Okej, jo, mund ta thoj, s'është gjë kjo. Jo, unë për pjesët e njerëz që e ndaj shkrimtarin nga vepra. Shkrimtari si njeriu këto nuk intereson fare. Pra është vepra e tij. Mirë, po tani përfitoro, unë përpijem ti më kuptoj ta. Përfitoro tani sa njerëz që kanë bërë burg në burgjet e komunizmit, edhe që e njihnin, le të themi, madhështinë e Kadares apo talentin e Kadares, por në përputhje me talentin ata shihnin edhe dëmin, se sa më i madh talenti, ai më madh ishte dëmi. Tani është më mirë të kishim një martir sot apo Ismail pra, a më mirë Ismail Kadaraja martir që shkonte në Spaç ose mundësisht vritej ku digjon dhe nuk shkruante se Selin shkruante, apo shkrimtarin Ismail Kadare? Unë do i merrja komunizmit, më mirë shkrimtarin Ismail Kadare me pak komunizëm, por me shumë vlera sublime universale, se sa një martir tjetër në panteon e rrejshëm të kombit. Ai kur shkruan për komunizmin, ai shkruan, unë kam marrë në shtëpi, kam blerë të rrugëve, kur shitën, tani si gjenë gjitha revistat nëntori nga fundi viteve 50 deri në fund. I kam në shtëpi. Edhe kam parë gjërat e para të Kadares. Një vjesh për Stalinin që ai ka bërë kur di Stalini. 53 nuk di sa vjeç ka qenë Kadareja 53. 17 vjeç, 16 vjeç. Po, 36-ta, po. Edhe për këtë arsye nuk e bën dot me faj. Mirë, po poezia është për Stalinin, për një qenie banale apo le të themi mizore. Po poezia është e lezetshme. Edhe në atë, po, edhe në banalitetin ai ishte, kjo do thotë që është provë talentit. Ai ishte talent, a prescindere. Ishte talent, nuk diskutohet kjo. Ai ishte edukatori im I parë, thonë edhe unë, edhe për këtë arsye, se të tjerë mund të kenë edhe edukatorë të tjerë. Sigurisht unë kur bëra 20 vjeç, 21 fillova të lexoja edhe Hugon, fillova të lexoja edhe Balzacun, edhe këto sigurisht edhe përkthimet ishin të mira. Fillova të lexoja nga fundi vitit 90 u përkthye edhe Marquezin. Fillova të lexoja edhe Marquezin. Edhe po Kadareja është edukatori im I parë, ai më mësoi mua me letërsinë e mirë, ai më mësoi të lexoj letërsinë e mirë, ai mësoi ç'është letërsia e mirë, se unë nuk do ta dija, sepse të tjerët, përveç Kadarejës, të tjerët ishin shkrimtarë zakonshëm fare. Cili është libri më I mirë I tij? Kadarejës? Apo Dimri, atë që kemë bajtur në një aspekt. Jo, ka bërë, unë Ismaili do të thëmë vitin e mbrapsht edhe I ka rënë dakord, po pastaj më mbrapa ka marrë vesh, njerëz të tjerë kanë thënë vepra të tjera dhe ai përsëri ka rënë dakord. Do të thotë që ai pas ka pëlqyer të gjithë veprat e veta. Ose u ke pas bides njerëzve. Vitin mbrapsht, kur shesoi Dorontin në pallatin e ëndrave, janë gjëra shumë interesante që kanë bërë, kupton. Vitin mbrapsht janë vepra, është vepra epopeje, kupton që ti sigurisht aty pastaj ato antikomunistët mund gjejnë gjëra që mund të kapen, po si roman është roman në terma le të themi, mënyra se përdor frazën ai gjetet që bën, kupton, edhe mua unë jam shumë I dhënë mbas formës. Te letërsia jam shumë I dhënë mbas formës. Ti mesazhet që mund të jenë fantastike, gjenuine, apo të fisme, nëse nuk vishën mirë, për mua nuk janë letërsi, janë le të themi shkresa zyrash, që I forma është shumë e rëndësishme. Edhe njerëzit do të mësojmë edhe që të japin rëndësi formës. Ai është fenomen për mua I pashpjegueshëm. Max Velo shpjegonte me Gjirokastër, ka lidhje me Gjirokastër atë, s'ka lidhje me Shqipërinë, është Max Velo. Nuk e di sa vërtet sa nga Gjirokastra do lidhen me Roxha fakt. Kështu që është një lloj që prodhon kështu ekstreme, gjëra ekstreme. Kanë gjirokastritët një tipar, kam përshtypjen që kanë një tipologji që është e tyrja. Ata janë si popull, ata janë emancipuar më shpejt. Unë kam një libër statistikor në shtëpi të vitit 1927 që bërë një farë tek Selenica për shkollat, për të arsimuar. Tregon numrin e njerëzve me arsim të lartë për vende ndryshme. Gjirokastra është të lartë, më të lartë. Sigurisht ndihmonte ka qenë pjesa e krishterëve, besoj, që shkonin në arsimoheshin në këto vende krishtere, sidomos në Greqi.
Dhe pjesa administrata otomane gjithashtu. Administrata otomane ka pasur shkollë sa duash. Edhe i bëhet çuditshme, shkolla kishte pak më arsim lart, dhe ata që ishin kështu fetar, duke përjashtuar pjesën katolike që kishte filluar në vitet 20. Ka një padrejtësi mendoj unë tek ose një pafaktësi tek numërimi ku Shkodrës i zbret numrin e të shkolluarve në katolicizëm, pra që ishin shkolla shumë mira gjithsesi. Po pse ja kanë zbrit? Kam përshtypjen që unë kam parë nuk e dia si Selenicës, por e kam parë në një botim të vjetër këtë shkolla dhe ka qarkulluar ky i shkolluarve me arsim të lartë, që unë kam përshtypjen që do të ketë qenë arsimi mesëm që quhej i lartë. Jo, ka qenë i lartë, por ka qenë ushtarak, ka qenë fetar. Po pra. Ka qenë të rëndësishme do edhe. Po jam duke thënë këtë që nëse Gjirokastës ja njeh arsimin ushtarak dhe fetar, duhet janë njohësh edhe Shkodrës arsimin fetar. Pra qoftë ky janës i krishterë, qoftë janës nuk e kam bërë të analizë tek ne Shkodrës, ndoshta nuk e di. Kam përshtypjen që ka qenë ky lapsusi në numërim, në atë që kam parë unë. Me që jemi tek Shkodra, se më sjell tek Gegnia dhe tek libri i jot, unë jam Geg. Tani unë kam një sëmbim me titullin e librit tënd. Më duket mua, po mund mos jetë e vërtet, dhe ndoshta s'është. Kur ti thua unë jam Geg, pra duke sikur je duke thënë që ju jeni më pak, por unë po ju bëj një favor që jam Geg. Pra shikoni unë po ulem në atë dhe po pse? Se është edhe një këngë, nuk jam duke të krahasuar ty me librin me këngën, po është edhe Gjergj Leka që është një kompozitor interesant, një këngëtar interesant, pra një nga ata të fund viteve 80 që ka vazhduar me muzikën dhe rrit tek ajo muzika e mirë po themi dhe e kultivuar. Edhe ai ka bërë një këngë Unë jam Tropojan. Edhe kjo më duket pak çfarë do të them me këtë që unë jam Tropojan ose unë jam Geg. Pra titullin unë jam librin unë jam Geg e kam ripunuar dhe pastaj kam nxjerr librin më të madh me natyrë studimore dhe e kam titulluar Geg dhe Tosk. Okej. Ajo unë jam Geg ka qenë edhe një, le të themi, një publicity stunt. Është një titull që tërheq. Edhe pak patriotik, kupton? Do të thonë, unë të vërtetë jam Tosk, gjithë ditë që jam Tosk, po unë jam qendra Toskërisë, skrapari. Por, kupton, po them që unë jam Geg. Për të krijuar idenë që nuk kemi të huaj për një tjetër. Jeni Geg e Tosk. E vërteta është që mua Gegnia më tërheq shumë. Më tërheq pse? Më tërheq kjo pjesa gjenuine edhe autentike e Shqipërisë janë atje. Mirdit, Shkodër në për zonat caktuara, janë do zonat që kanë rujt edhe fen, edhe Qun, edhe le të themi dokumentet e parë të lëvrimit të Shqipës ne kemi në Gegnisht. E pastaj, që për mua është kulmi i kontributit Gegnis në kulturën dhe historinë e Shqipërisë, është gjysmë e parë e shekullit të 20, ku katolikët e Shkodrës, se do është i dhanë tonin jetës kulturore, po një farë masë edhe jetës politike, edhe Shkodra e tërë për shkak të tyre, sepse në atë periudhë pati shtyp shkronja, pati u ngrit teatri, bandat muzikore, e Marubi, e tjera, si gjëra që nuk i gjenë në qytetet e tjera, Korç, deri diku, por Korça nuk nxori dot Fishta, nuk nxori dot Koliq. Korça prodhoi qytetërim urban, ndoshta më të mirë se ai Shkodrës, por nuk nxori këto emra, apo nuk e di, një dyzinë do të jetë me autor, me priftërinj, përveç se ishin priftërinj që edhe le të themi kontribute laike. Ata grumbulluan, çfarë them, marrin personazhin që grumbulloi kanunin duke gjenë që Gjetçovin. Po marrin të tjerë që shkruanin tek revista katolikëve e famshme Ylli Dritës, që shkruanin në mbrojtje të kanonit, por në lëvronin eposin, mblidhin eposin e kreshtikëve, mblidhin gjëra që në jug nuk ekzistonin.
sepse kanoni edhe pse iku më shpejt. Edhe për mua, edhe kur u referohem, le themi, i referohem ethosit shqiptarëve, unë nuk kam dokument tjetër ku të shkoj, përveç se kanoni lek Dukagjinit. Unë nuk e di se sa punë rigoroze ka bërë Gjeçovi, si punë kështu voluminoze ka bërë sa duhesh, edhe do t'i heqin kapelen, edhe por nuk e di sa i saktë, sa precis është në gjitha gjërat që ka mbledhur, por kanoni lek Dukagjinit ne na përfaqëson. Sigurisht aty ka ca ekstreme për vitin 2026, le të themi gruaja përkufizohet si të pric në shtëpi, apo shaku për me bajt, aty babai ka drejtën me vrah fëmijën e vet, edhe këto do shpjeguar vetëm nga konteksti i kohës kur shkriuar kanoni përpara disa shekujsh, por po të shohësh frymën e kanonit, fryma patriarkale, fryma që shtëpia pritet ka një patriark, po unitetin e familje, unitetin e klanit, që janë akoma edhe sot, janë karakteristika shqiptarëve. Mirë, në të njëjtën kohë është edhe gruaja nuk preket, pra siç është pra, e ka edhe këtë kanoni. Okay. Shiko, nuk preket si një tepricë, kryesore aty është fryma mizogjinike, gruaja nuk ka asnjë lloj roli, ka vetëm me shërby burrit e familjes dhe nuk ka zë në asgjë tjetër. Por kjo ka të bëjë me një mizogjini që ka ekzistuar shekull më parë kur kanë dalë normat e para kanonore. Për ta mbyllur me fjalë, për këtë arsye që unë nuk i shoh në to shkri, gegnia ka një lloj sharmi jashtëzakonshëm. Mua edhe shqipja dhe gegnishtja më pëlqen më shumë se sa standardi. Si ka tingëllim më të bukur, besoj që mund shkrimtari mund të manipulonte më mirë gjuhën, gegnishtën për gjëra edhe më si do të qoftë tani standardin e shoh të konsoliduar, Ka ndonjë shpresë që ka një kërkesë ose ka një parahati ndër gegët për të pas një lloj rishikimi të standardit dhe për t'i bërë pak më shumë vend ose sado vend edhe gegnishtes për ta fut në se shumë si pa mundur Lena me thënë drejtën, do ishte me zarar, për ata që janë të merakosur në terma patriotik, do ishte me zarar. Jo, mund të arrijë një konsenzus, po shiko, ka dhe një disbalancë tani pra po të flasim në emër të kombit. Kosovarët konsiderohen janë geg. Pra kemë shumë folës të gegnishtes në numra. Ata janë më vete. Ata po mund ta bëjnë, bile ata unë nuk e di pse nuk e bëjnë, sepse ata kanë edhe vështirësi për veriu këtu. Kush ka dash të familjarëzojë standardin, e ka vënë si qëllim vetes dhe ka arrit. Ata dhe mund t'ia vënë qëllim vetes edhe kanë vështirësi sepse jam mësuar nuk e di, me një gegnishte tjetër që më ka thënë kosovar, anglishtën e mësoj me qef, po standard nuk e mësoj dot. Edhe unë e kuptoj të gjë. Për mua, Kosova, kjo mund të jetë çik antipatriotike, po Kosova duhet të kodifikojë gegnishtën e vet, edhe le të ekzistojnë dy gjuhë, po dy vende të ndryshme, në momentin pastaj që mund të bëjmë një vend, nëse ndodh, aty do merresh vesh edhe të kesh një gjuhë pastaj se nuk shkon. Po pra nëse duhet bërë ky ndryshim, duhet prandaj them që nëse ndryshimi duhet bërë, edhe për të përfaqësuar, duhet bërë për të gjithë, duhet bërë tani. Pra nuk mendoj që është e bëshme të bëjmë një kod dhe pastaj të zhbëjmë dhe këtë kodin, është më lehtë me riparu një kod që ekziston. Pra unë jam për këtë që pra ti bëhet vend ku është, po pas kajorja mund të futet. Po se më ka gjyqtarë që thonë që pas kajorja mund të futet. Do ishte pasuri, por denaturon standardin. Unë nuk jam gjyqtar dhe nuk arrit të depërtoj të kjo lloj teze, nuk e di sa drejt ka. Po ekziston si shqetësim. Ndoshta e fuzet e Koçan, mund ta kenë kështu nga lidhja e fortë që kanë me standardin. Nga që është prodhimi i tyre dhe kanë qenë pjesë në prodhim dhe pra janë të lidhur me atë që kanë gatuar më shumë se sa me vërtetë shkencore. Për këtë do të flasin gjyqtarë, do të thonë unë do rezervohesha të jemi konsiderat. Dhe mua më pëlqen shumë paskajorja, si le themi që standardizë ka. Më pëlqen shumë. Edhe nëse është e mundur të futet, do isha me dy ekrat, me dy duar të futej. Ne kemi filluar ta fusim në një farë mënyrë, edhe unë i pari. Her pas herë në shkrim, në gjë, në të folme, po se po. Kadareja ka ndihmuar shumë me
Kthehemi prapë te Kadareja. Kadareja ka krijuar fjalë. Shumë fjalë. Në leksikologi. Ka dhe shumë fjalë të marra nga gegnisht. Po, ai kishte tendencë, ai kishte kërkuar. Do ta bënte. Edhe ai nuk e ka shprehur ndonjëherë, ose pak më sa di unë. Por ai kishte një lloj magjepsi ndaj. E ka shprehur. Në biseda po, nuk e di a ka shprehur publikisht, ndoshta ajo s'është druetur nga, por në biseda me sa duket edhe me ty, po edhe me mua, e shpreh këtë simpati për arealin në nga libra që ka shkruar, se edhe magjepsia që ushtron mbi të kanunit Ledu Gagjinit. Po edhe katolik me thënë drejt, pra e thoshte këtë, pra kishte një prirje për edhe një nga gjërat e gabuara që ka bërë ai më Kadareja. Ka bërë një ese për Fishtën, për Karliqin, për Nolin, për Konicën duket. Shumë katolik ja kanë mbajtur ende si ja harrojnë, edhe post mortem ja kujtojnë. Po tani edhe të priturit e një shkrimtari që tjetë shqibar, kristal, pa asnjë shkarje, i ka paguar një kosto tonë lirisë vetë, kishte për gjëra të tjera dhe ka bërë një gjë që regjimin e pëlqente, prandaj. Po ai nuk se ai katolik i donte atë. Ai ka qenë si Konica. Konica dhe ai ndonjëherë të mëdhenj në Shqipërisë nuk e kanë fshehur asnjëherë, le të themi, magjepsin e tyre pas katolicizmit. Në Kosovë s'ke shkuar, s'ke jetuar ndonjëherë, s'ke bërë ndonjë punë. Nuk kam jetuar dhe nuk kam përvoja edhe kështu në termat marrëdhënieve me njerëz me kosovar, kam kontakte shumë, por nuk kam miqësira. Kam 2-3 miqësi që janë të rëndësishme. Po jam miqësi të në distancë. Kosovarët i njohëm mirë për herë të parë tani që ishte ambasador në Zvicër, sepse aty ka një komunitet kosovar shumë të rëndësishëm. Janë rreth 300.000. Edhe ky ishte kontakti më i rëndësishëm që kam pas me kosovarët. E që ishte i vazhdueshëm, sepse ata janë shumë të afruar, sidomos me autoritetet, le të themi, të Republikës së Shqipërisë. Edhe krijova një ide të plotë, edhe ata janë në terma ekonomike, ata ishin të integruar 100% në Zvicër, ti nuk gje asnjë kosovar pa punë. Po në terma kulturor, edhe mua kjo s'm pëlqente, pjesa më madhe e tyre insistonin të mbeteshin kosovar. Edhe ti mund mbetesh kosovar sepse Zvicra ta lejon këtë gjë. Po ti ndërkohë mund të bësh një përpjekje edhe për të bërë pak zviceran. Ata nuk bënë asnjë përpjekje për të bërë zviceran. Pjesa më e madhe, them, se pastaj kishte ca shumë mirë ca zona të tjera ku kishte njerëz të, le të themi, të rafinuar, edhe sofistikuar, edhe të arrirë në fushat e tyre, në biznes, po edhe në shkencë, po doktor, që ishin lela nënë. Ishin kapacitete. Por shumica e tyre ishin të tillë, martoheshin me njëri tjetrin, merreshin shumë me njëri tjetrin, organizonin festa të tyre, ti gjeje vetëm kosovarë në festat e tyre. Nësa kur organizonin festa shqiptarët e Shqipërisë, që ishin sigurisht më të vogla se numri i tyre është më i vogël, ti gjeje të huaj se të shqiptarët e Shqipërisë kanë tendencën për të martuar me të huaj me banorët të vendit ku janë. Nësa shqiptarët e Kosovës nuk e kanë atë gjë. Kjo është mirë apo keq? I ka të dyja, po unë vetë racën dhe gjakun kjo tendenca e shqiptarëve të Shqipërisë, ndërkohë që ata e mbajnë. Po ata e mbajnë, apo dhe e globalizon. Unë do preferoja një rrugë të mesme, që ti në perëndim ty të njihet mundësia që ti të mbetesh shqiptar, të ruash gjuhën. Në Zvicër ka dhe shkolla shqipe që funksionojnë, që paguar nga vetë shqiptarët e Kosovës. Zviceranë nuk kanë një problem, bile po lindë problemi aty kur isha unë që edhe shteti zviceranë t'i jep dhe ndonjë kontribut për arsimin e tyre në gjuhë shqipe. Edhe që Zvicra ta jep të avantazhe, ti ta ruash identitetin të origjinës. Po në të njëjtën kohë, ti je në Zvicër tani, ti s'mund të thuash fëmijës tënd që ka lindur aty, që është 25 vjeç që do martohesh me shqiptar. Jemi patriot. Bëhet Zviceranë. Muç. E mbyllim u bë. Po do doja po marrin telefon, më thënë, prandaj sugjerova. Po jam i ftuar diku. Do shkosh në opera, më duket, në një koncert. Po Gzim Nika ka një koncert, do me Gzim Nika kam këngë të Gegnis. Shiko, në fund, e fundit fare.
ne do të lëmë një tjetër në të ardhmen, jo shumë të largët, ku të bëjmë një debat politik. Le të përleshemi pak për Jo, po do jetë asimetrik, se unë nuk jam e Ramën, nuk punoj për Ramën, dhe unë po ambasador nuk punoj për Ramën. Po jo, do jemi të dy do t'i bijmë Ramës, edhe ndërkohë njëri do t'i bij Berishës e tjetri do ta mbroj. Është asimetrike. Kështu që nuk do ta bëjmë asnjëherë. Pra do të ke ardhur të kjo, se kjo ishte lajmi që më dhe, ke ardhur të kjo që do i biesh Ramës. Jo, po Berishën e konsideroj shumë një rrezik të madh për vend. Po Ramës me Ramën nuk kam as lidhje. Rama nuk është politikane që unë dua. Është politikan shumë i keq, por Berishën e konsideroj një gjë tonë demode. Po le ta mbyllim këto. Ta mbyllim këto me kaq. Nuk do e bëjmë të debat. Jo, nuk ta sugjeroj. Nuk ta sugjeroj. La, jemi miq tani, sepse do. Faleminderit që merrte në pas vonë. Herët shumë ti je i pari dhe e të zgjodha me qëllim të parin edhe për të zgjuar këtë kurreshje që ku shkoi ky dhe mori atë. Do të ketë vlime të tilla, po. Faleminderit. Jo, që kënaqësi për mua.